po dikun ka ora 11:04 minuta, kemi pas një incident vogël, i cili nuk na kaloi me pasoja, por insistoi një votues të votonte për nënën e tij, e cila nuk ishte dëshmi se është e paaft për të votuar, prandaj edhe kryesuesi, edhe ne si menaxheri i qendrës votim nuk kemi lejuar raste të tilla që të votohet dikush për dikën tjetër. Edhe në këtë rast janë njoftu policia edhe kanë tejkaluar rastin, gjithçka është normalizuar tani, edhe procesi po shkon si është më i miri. Sa ke kozgjatja ndërprerjes së energjisë elektrike dhe a rritet me informu me njëherë ekipet e KEC-it cila ishte arsyetimi i tyre pse është ndërprer rryma dhe apo ndërprehet edhe gjatë ditës vazhdimisht apo vetëm një herë është ndërprer? Energjia elektrike në moment që është ndërprer, unë si menaxher i vendvotimit 0416 e kam njoftu KEC-in në Prishtinë, mirë po kjo zgjati afër sigurisht 30 minuta. Edhe tani u normalizu gjendja. Kërkojmë domethënë nga KEC-i që mos e përsërisin prap, po pasi që ka qenë ditë, gjithçka ka shku në nivel, po frikojmë dhe kemi frikë se nëse na ndodh kjo gjatë natës, vërtet kemi pas probleme edhe pasuri.